Avokati i Nicolas Sarkozy e përshkroi ditën e parë të ish-presidentit francez në burg si të vështirë, pas dënimit të tij me 5 vite burg për konspiracion kriminal për të përfituar fonde zgjedhore nga regjimi i Muammar Gaddafit. Sipas agjencisë franceze të lajmeve, përveç asaj që është zbuluar në lidhje me kushtet e paraburgimit të Sarkozy, 2 oficerë policie janë vendosur në një qeli ngjitur me ish-presidentin francez që të ndërhyjnë nëse është e nevojshme. Por me çfarë merret ish-presidenti në burg? Gjimnastik dhe lexim. Duke dhënë më shumë detaje rreth ditës së parë të Sarkozys në burg, avokati i tij tha gjithashtu se ish-presidenti francez u stërvit dhe filloi të shkruante librin e tij. Burgu nuk është Club Med, duke theksuar se Sarkozyn e vizitoi dhe bashkëshortja e tij Clara, me të cilën u shoqëruan dorë për dorë derisa u çuan në qeli. Nëse ai shoqërohet për diçka, është familja e tij, shtoi avokati për Sarkozyn. Duke përshkruar kushtet e paraburgimit, avokati i Sarkozys foli për qelin prej 9 metra shkatror në të cilën ka zhurmë si gjithmonë në një burg. Të gjithë burgosët bëjnë zhurmë, bërtasin, ulërin, godasin muret, shtoi ai. I pyetur nëse Nicolas Sarkozy komunikonte me të burgosur të tjerë, ai u përgjigj: "Jo, ndoshta pak me rojen." Pozicionet që mbante nënkuptojnë se ai duhet të kishte pasur një regjim krejtësisht ndryshëm, por ai nuk e kërkoi atë, shtoi avokati. 2 oficerë policie janë të nevojshëm që të qëndrojnë gjatë gjithë kohës që Sarkozy do të qëndrojë në qeli. Së bashku me Sarkozyn në burg në një qeli ngjitur janë 2 oficerë policie, pasi, siç e përshkroi një burim i agjencisë franceze të lajmeve, nuk ka dyshim se siguria e një ish-presidenti nuk duhet të kompromentohet fare. Ministri i Brendshëm, Laurent Nazer, shpjegoi se është një nga vendimet që synojnë të sigurojnë sigurinë e tij duke pasur parasysh kërcënimet kundër tij. Sipas tij, këta 2 oficerë policie do të qëndrojnë gjithmonë gjatë gjithë periudhës së burgosjes së ish-presidentit dhe për aq kohë sa të jetë e nevojshme, pasi ka kërcënime pak më të rëndësishme se të cilat përballet Nicolas Sarkozy.